Top Albania Radio, she's on air. E shtrenjta Nicole. Nicole është she's on air. Është pak qesharake të mendosh që vetëm një vit më parë mori një vendim që shumë njerëz ndoshta nuk do ta kishin kuptuar. Të lije gjithçka dhe të ktheheshe në Shqipëri. Në ato momente nuk ishte një plan të qartë, por vetëm një ndjesi. Dhe për çudi ajo ndjesi colli pikërisht aty ku duhet isha. Ndoshta nuk e imagjinoja që një vit më vonë do të ishe këtu, në këtë studio, duke ndarë histori, duke njohur njerëz të rinj dhe duke zbuluar një tjetër anë të vetes. Nuk e di nëse do ta kujtosh gjithmonë ditën e parë në këtë studio. Ndoshta do ta harosh emocionet, fjalët e para, apo dhe ato gabimet e vogla. Por shpresoj të mos harosh kur atë ndjesinë unike. Atë moment kur kupton se je pikërisht aty ku duhet jesh dhe ky është momenti jot. Mos nxito të bëhesh dikush dhe mëso fillimisht të jesh. Bota do të jetë gjithmonë më e zhurmshme se zëri yt dhe mos u përpiq ta mundësh. Mjafton të mos humbësh zërin tënd mes saj. Gjithashtu do të takosh shumë njerëz, disa që do të ndryshojnë me një bisedë vetme dhe disa të tjerë që do të kalojnë si stinat. Mbaj mend të dyja, sepse çdo njeri që hyn në jetën tënde le diçka pas. Mos e mat veten dhe punën me duar trokitja. Ka ditë ku askush nuk duar troket, por ti prapë je duke u rritur, duke mësuar dhe duke u afruar me versionin tënd më të mirë. Do të ketë njerëz që do të njohin një moment i jetës tënde dhe do të mendojnë se të njohin plotësisht. Dhe kjo është plotësisht në rregull. Askush nga ne nuk është vetëm një moment. Gjithë ne jemi shumë më tepër se kjo botë, që vetëm pati rastin të na shofi. Një libër që vazhdon të shkruhet, me faqe që askush nuk i ka lexuar ende dhe me versionet vetes që as nuk i kishim zbuluar ende. Je këtu për të vazhduar të zbulosh veten dhe botën, shoqërinë përreth teje, mbi të gjitha, diku mes këtyre mureve, aty ku dhe nisi një ëndër që e kishe pasur prej shumë kohësh. Radioja. Jo thjesht një profesion, por dhe një mënyrë për të lidhur botën tënde me botën e të tjerëve. Një zë, një pyetje, një histori dhe një kohë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kjo studio do të jetë gjithmonë një vend i veçantë për mua. Sepse këtu nuk nisi vetëm një eksperiencë, por një rrugëtim shumë special për mua. Vazhdo ruaj kur je shtjen. Është ajo që do të çojë gjithmonë në vendet e duhura. Mos ki frikë nga fillimet, sepse aty ndodh rritja. Lërat kur je shtjen të udhëheq. Bëj pyetje dhe dëgjoj me vëmendje, sepse shpesh njerëzit nuk mbajnë mend çfarë the, por se si ti i bëre të ndihesh. Mos e humb aftësinë për të marrëknitur nga ata njerëz, sepse çdo njeri që do të takosh, do të mbaj brenda një botë që ti nuk e njeh ende. Dhe kur një ditë të kthesh dhe të shohësh përsëri këtë studio, kur të kujtosh fillimet e tua, mos mbaj mend sa herë ke folur. Mbaj mend sa herë ke dëgjuar me zemër dhe në fund nuk janë as kamerat, as dritat, as duartrokitjet që mbeten. Janë ata njerëzit që takon gjatë rrugës. Historitë që të prekin dhe verzioni vetes që ke ndërtuar fal tyre. Mos haro kur se këtë nuk e shifje vetëm si një punë. E shije si një mënyrë për të njohur botën, një njeri nga një herë. Dhe nëse një ditë do të pyesësh veten nëse ja vleti, riktheu përsëri këtu. Riktheu te kjo ndjesi. Te ajo vajzë që hyri në këtë studio me shumë kurreshtje, me pasiguri, por mbi të gjitha me dëshirën për të zbuluar diçka të re. Faleminderit vetes që pate guximin, që të ndjekësh një rrugë që nuk e dije ku do të çonte, të provosh, të mësosh dhe të rritesh. Dhe faleminderit atyre njerëzve që besuan tek ti në këtë rrugëtim, atyre që të danë një mundësi, që pan diçka tek ti edhe para se ti ta shifje plotësisht veten tënde ashtu siç je. Sepse donjëherë një besim i dhënë nga dikush tjetër mund të të ndihmojë të zbulosh besimin tek vetja. Faleminderit këtij kapitulli, këtij vendi dhe këtyre njerëzve që të treguan një anë të vetes dhe një anë tjetër tënde të vetes. Dhe pavarësisht se ku do të çojë kjo rrugë e bukur, mos e humb kur atë vajzën që hyri këtu me sy plot jetë. Ajo që nuk erdhi për të përcaktuar nga mënyra se si të tjerët e shohin, por për të zbuluar se sa larg mund të çonte veten dhe për të lënë gjurmën e vet në këtë shoqëri. Me dashuri, nga Nicole për Nicole.